Përshëndetje nxënës, do doja të zhvillonim së bashku një orë përsëritje në kapitullin elektriciteti, të zhvilluar në 3 mujorin e dytë. Për këtë do të na vinë në ndihmë laboratori virtual, me cilin do të përsërisim disa nga konceptet kryesore në lidhje me elektricitetin. Çfarë është një qark i thjeshtë elektrik? Një qark i thjeshtë elektrik përmban elementët e domosdoshëm që bëjnë të mundur që energjia e rrymës elektrike të transmetohet nga burimi i rrymës tek përdoruesi. Për këtë nevojitet burimi i rrymës, që mund të jetë një pil ose bateri, fijet përcjellëse, që janë përçuesit, funksioni i tyre është që të bëjë të mundur që elementët të lidhen me njëri tjetrin dhe të transmetohet energjia. Dhe përdoruesi, që në rastin tonë është një llampë. Llamba ndriçon. Ndriçimin e llambës në qarkun me një llampë do ta quajmë ndriçim normal. Në mënyrë që të komandojmë ndriçimin e llambës, ne në qarkun elektrik vendosim çelësin. Duhet të mësohemi dhe të dimë kuptimin, çdo të thotë qark i mbyllur, qark i hapur, qark i shkurtër. Në rastin ton, qarku është i mbyllur, çelësi është i mbyllur, llamba ndriçon në qark kalon rrymë elektrike. Në qoftë se çelësin e hapim, ne kemi një qark të hapur, llamba nuk ndriçon dhe në qark nuk kalon rrymë elektrike. Në qoftë se fijet përcjellëse lidhen me njëri tjetrin në mënyrë të tillë që përdoruesi të mos lidhet, qarku është i shkurtër. Një qark i shkurtër është i panevojshëm për arsye sepse ne nuk kemi përdorues në cilin energjia shndrohet në një formë tjetër, energjia e baterisë, energjia e burimit të rrymës, dhe ndërkohë shikojmë që në qarkun e shkurtër kemi rrezikshmëri për arsye të shkarkesës elektrike. Vazhdojmë mëtej. E vendosim përsëri llambën. Mbyllim çelësin. Vendosja e aparateve në qarkun elektrik. Kemi mësuar që voltmetri është instrumenti i cili shërben për të matur vlerën e tensionit që zbatohet. Ai lidhet në paralel me elementet e qarkut. Në rastin tonë në paralel me llambën, ndërkohë që mund ta lidhim në paralel me baterinë për të matur tensionin e baterisë. Shikojmë që tensioni i baterisë është i njëjtë me tensionin e llambës. Vendosim aparatin tjetër, instrumentin tjetër që është ampermetri. Ampermetri lidhet në seri me elementet e tjerë të qarkut. Në këtë mënyrë kemi lidhur aparatet, voltmetrin dhe ampermetrin. Nëse voltmetrin e heqim, ne shikojmë që kjo gjë nuk ndikon, ky veprim nuk ndikon fare në faktin nëse do të vazhdoj të rrjedhë rryma apo jo. Dhe ndërkohë, nëse e heqim ampermetrin, ne vëmë re që rryma ndërpritet. Ampermetri është i lidhur në seri me elementet e tjerë të qarkut. Tregojmë vlerat në qarkun elektrik në lidhje me tensionin, në lidhje me intensitetin e rrymës elektrike dhe në lidhje me rezistencën ohmike të llambës. Vëmë re që rezistenca e llambës është 10 ohm, vlera e rrymës është 0,9 amper dhe vlera e tensionit është 9 volt. Në qoftë se jemi të vëmendshëm, kuptojmë që 0,9 është e barabartë me 9 pjesëtim për 10. Dhe kjo lidhje midis intensitetit të rrymës,
tensionit dhe rezistencës vjen nëpërmjet një ligji që është ligji i Ohmit për një pjesë të qarkut. Shpjegojmë tani lidhjen në seri të rezistencave. Çfarë është një lidhje në seri? Dy llamba janë të lidhura në seri kur rryma elektrike ka vetëm një rrugë për të kaluar. Elementët janë të lidhura njëra pas tjetrës. Kjo lidhje quhet lidhje e vargëzuar ndryshe. Pra dhe një herë, në lidhje në seri, elementët janë të lidhur njëri pas tjetrit. Në lidhje në seri, llambat punojnë të varura nga njëra tjetra. Në lidhje në seri, rryma ka vetëm një rrugë për të kaluar. Ajo çka duket shumë thjesht është që ndriçimi i llambave në lidhje me ndriçimin normal është më i vogël. Këtë e dallojmë edhe duke lexuar vlerën në instrumentin përkatës në ampermetër, i cili tregon 0,45 amper. Vëmë re që vlera e rrymës është përgjysmuar, në rastin e parë kur kishim një llamb ishte 0,9 amper, tani është 0,45 amper. Për arsye se ne kemi vendosur në qark dy llamba të njëjta. Në këtë mënyrë ne mund të nxjerrim edhe një përfundim në lidhje me ndryshimin e vlerës së rrymës elektrike në qarkun elektrik. Rritja e numrit të elementeve sjell ndryshimin e vlerës së rrymës në qarkun elektrik. Karakteristikat e lidhjes në seri. Nëse njëra nga llambat nuk punon, edhe llamba tjetër nuk punon. Ndriçimi i llambave në lidhje me ndriçimin normal është më i dobët, për arsye se vlera e rrymës është zvogluar. Dhe të shohim çfarë ndodh me vlerën e rrymës në qarkun elektrik nëse atë e masim para llambave, duke vendosur ampermetrin. Ndërmjet llambave. Duke me vendosur përsëri një ampermetër. Çfarë shikojmë në këtë rast? Shikojmë që vlera e rrymës është kudo e njëjtë. Pra në lidhje në seri, ampermetrin mund ta vendosim para, ndërmjet ose pas llambave, për arsye sepse vlera e rrymës është kudo e njëjtë. Çfarë konkluzioni mund të arrijmë me tensionin elektrik që zbatohet në skajet e llambave? Në skajet e llambës së parë 0,45 amper, në skajet e llambës së dytë. Në skajet e llambës së parë tensioni është 4,5 volt, në skajet e llambës së dytë tensioni është 4,5 volt dhe në skajet e baterisë tensioni është 9 volt. Nxjerrim përfundimin që tensioni që zbatohet në skajet e baterisë është i njëjtë me shumën e tensioneve të secilës pjesë të qarkut në seri. Vazhdojmë me qarkun në paralel. Karakteristikat e qarkut në paralel. Qarku në paralel është ai qark në të cilën rryma elektrike ka më shumë se një rrugë për të kaluar.
Në qarkun në paralel, llambat punojnë të pavarura nga njëra tjetra, dhe kjo vihet re ndërkohë që rryma nuk e ka mbyllur degën e dytë. Rryma në degën e dytë të qarkut në paralel nuk e kemi akoma të mbyllur. Llamba e parë ndriçon e pavarur nga llamba e dytë. Tani ndriçon dhe llamba tjetër. Pra, ne kemi në qarkun në paralel pjesën kryesore, kur rrjedh rryma, dhe degët që vinë pas një nyje. Këtu tek nyja, rryma degëzohet. Karakteristikat e lidhjes në paralel dhe njëherë janë në qarkun në paralel. Nëse njëra llambë nuk ndriçon, llamba tjetër vazhdon të ndriçojë. Në qarkun në paralel, rryma degëzohet. Në qarkun në paralel, siç e vini re, ndriçimi i llambave është i njëjtë me ndriçimin normal. Le të shikojmë se çfarë lidhje ekziston midis tensionit që zbatohet në skajet e secilit përdorues në paralel dhe tensionit të burimit. Gjithashtu dhe lidhjen ndërmjet vlerës së rrymës në pjesë të ndryshme të qarkut. Për këtë, na ndihmojnë instrumentat përkatës. Vendosim ampermetrat. Dhe bëjmë leximin. Nëse vini re, vlera e rrymës është 0,9 amper, rryma që kalon në përcjellsin në llambën e dytë, vlera e rrymës që kalon në llambën e parë është 0,9 amper dhe vlera e rrymës në pjesën kryesore të qarkut pa u degëzuar rryma është 1,8 amper. Pra, ne mund të arrijmë në përfundimin që në lidhjen në paralel, intensiteti i rrymës në pjesën kryesore të qarkut është i barabartë me shumën e intensiteteve të rrymës elektrike që kalon në secilën prej degëve. Vendosim voltmetrin për të parë çfarë ndodh me tensionin. Tensioni që zbatohet në skajet e secilës prej llambave. E vendosim në skajet e llambës, e njërës prej llambave, në skajet e llambës tjetër. Dhe masim tensionin e baterisë. Nëse ishit të vëmendshëm, pat që vlera ishte kudo e njëjtë. Nxjerrim përfundimin e dytë në lidhje me tensionin elektrik që zbatohet në skajet e përdoruesve. Tensioni i baterisë në lidhje në paralel është i njëjtë me tensionin që zbatohet në çdo pjesë të qarkut në paralel. Faleminderit.